Gjuha udhëheq trupin dhe veprimet tona. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kur njeriu zgjohet në mëngjes, të gjitha gjymtyrët e tij i përulen gjuhës dhe i thonë: ki droj Allahun për ne, sepse ne jemi pas teje. Nëse ti qëndron drejt, edhe ne qëndrojmë drejt. Dhe nëse ti devijon, edhe ne devijojmë. Ky hadith tregon se gjuha, ndonse një pjesë e vogël e trupit, ka ndikim shumë të madh në fatin shpirtëror dhe moral të njeriut. Hadithi na mëson se gjuhës i binden të gjitha pjesët e trupit, sepse ajo është si komandantja e tyre. Nëse gjuha flet mirë, me drejtësi dhe përkujdesje, edhe veprat e njeriut shkojnë në rrugë të drejtë. Por, nëse gjuha gabon, përhap të keqen, përgojon apo gënjen, gjithë trupi dhe vetë njeriu bie në gabim. Ky hadith na kujtojnë të fillojmë ditën me kujdes në të folur, ta fillojmë ditën me përmendjen e Allahut dhe me qëllim të pastër, që çdo fjalë të sjellë dobi dhe jo dëm. Hadithi na mëson se gjuha udhëheq trupin dhe veprat tona. Fjala e drejtë është shenjë e zemrës së pastër. Duhet ta kontrollojmë gjuhën, sepse prej saj varen devotshmëria, morali dhe shpëtimi ynë në këtë jetë dhe në jetën tjetër.